Përshëndetje miq e mirëmëngjesi. Në këto momente, derisa po bisedoj me ju, raketat dhe aeroplanet izraelit e kanë filluar rundin e dytë të sulmeve të llahtarshme mbi caqe dhe reaktive bërthamore të Iranit, si dhe ndërtesa brenda Teheranit, ku banojnë liderët më të lartë politik dhe ushtarakët e niveleve më të larta të gardës revolucionare iraniane, si dhe të ushtrisë iraniane. Dje, në të njëjtën kohë si tani, unë ju tregova në atë video se ora në Iran ka filluar, apo për Iranin ka filluar të numroj nga brapa, pak para 12-ve, në kuptimin figurativ, të nisjes së sulmeve izraelite mbi Iranin. Edhe ata të cilët kanë pas dyshime se një gjë nuk mund të ndodh, tani më janë duke e pa, nëse janë duke i përcjell ngjarjet atje apo këto videot e mia, janë të e pa se Izraeli është duke e sulmuar Iranin nga qielli në mënyrë të llahtarshme, që nuk është pa deri më tani ndonjë sulm i këtill i Izraelit mbi cilin do vend arab të lindjes së mesme, që nga themelimi i tij në vitin 1948. Në fakt, para se ta filloj incizimin e kësaj video, isha i dyshim se si të ju paraqitem, live apo me video incizim. Duke e ditë se është kohë e shtyer e natës, apo është mëngjesi i hershëm i datës 13 qershor 2023, unë vendosa me video incizim në mënyrë që ju, kur të zgjoheni nga gjumi, gjatë ditës ta përcjellni këtë video, si dhe videot e tjera të cilat do t'i përgatis duke shikuar dhe përcjellur lajme që vijnë nga lindja e mesme. Unë edhe në këto momente, përderisa po flas me ju, jam duke u munduar që t'i përcjelli dy burimet kryesore, nga të cilat informohem në mënyrë që t'ua transferoj gjithate se çfarë po ndodh atje dhe çfarë po arrij që të informohem. Ali Hamnei para një ore ka deklaruar se do t'i përgjigjet në mënyrën më të ashpër Izraelit dhe do t'a bëj që të pendohet për çdo gjë që e ka bërë dhe e ka menduar t'a bëj kundër Iranit. Njëjtë kështu, Ali Hamnei dhe dy lider të lartë politik të Iranit kanë kërcënuar se do t'i sulmojnë të gjitha bazat ushtarake amerikane të akomoduara në lindjen e mesme dhe të cilat në fakt janë të pozicionuara në atë mënyrë që tytat e raketave dhe aeroplan bajtësit të jenë drejtuar apo janë të drejtuara ka Irani. Disa aeroplan dhe raketa izraelite veç kanë filluar në rundin e parë të sulmojnë caqe të ndryshme ushtarake, e sidomos vendet ku supozohet apo dyshohet se janë centralet bërthamor të Iranit. Dje, ju thash, javë tregova ata 8 vendet ku dihet se Irani është duke punuar në pasurimin e uraniumit. Sot, nga atje, vinë lajme se Izraeli ka goditur 2 reaktorët bërthamor kryesor të Iranit, njërin në Isfahan dhe tjetrin në Nakhtas. Për te i kësaj, bëhet me dije se janë mbyllur të gjitha aeroportet brenda Iranit, një ashtu edhe Iraku, dhe pak para se ta filloj incizimin e kësaj video, mirët vesh se edhe aeroporti Ben Gurion në Tel Aviv,
si dhe aeroporte tjera të Izraelit janë mbyllur, ndërsa i gjithë stafi dhe udhëtarët që po përgatiteshin të fluturonin nga aeroporti Ben Gurion janë larguar me shpejtësi, janë evakuuar nga aeroporti, natyrisht nga frika e nisjes së kundërsulmeve iraniane me raketa supersonike dhe balistike drejt Izraelit. Izraeli kësaj radhe është duke përdorur një metodë, fillimisht një teknologji digjitale të papar deri më tani në luftën e tij me arabët dhe gjithandej në lindjen e mesme, si dhe diçka shumë e çuditshme, bazuar në analizat të cilat po i dëgjoj, se përderisa aeroplanet ushtarak të Izraelit po sulmojnë Iranin nga lart, nga brenda Iranit, agentët e Mossadit kanë filluar likuidimin e emrave të njohur të shkencës, sidomos të fizikës, lider të njohur nga garda revolucionare iraniane, si dhe ushtarak me grada të larta të ushtrisë iraniane. Se si kanë arrit agentët e Mossadit të futen dhe akomodohen gjithandej në Iran dhe të fillojnë operacionet e tyre për likuidimin e emrave të njohur të Iranit në të njëjtën kohë kur aeroplanet Izraelit dhe raketat izraelite janë duke u hedhur mbi Iran, këtë askush nuk po është në gjendje që ta di. Diçka e frikshme që ka ndodhur brenda këtyre 2 orëve është se në Rusi Kremlini bën me dije se aeroplanet ushtarak të Rusisë që bartin koka bërthamore janë ngritur në qiell. Supozohen, janë 2 supozime, se ata aeroplan janë ngritur për të sulmuar caqe brenda Ukrajines, por ka edhe dyshime se kjo ka ndodhur për shkak të nisjes së sulmeve izraelite mbi Iranin. Irani është një vend shumë i rëndësishëm për Rusin, jo vetëm për shkak të transaksioneve apo eksportit, importit të cilën e bëjnë midis vete, por për shkak edhe të aleancave e sidomos pozitës strategjike të Iranit në favor të Rusijës. Gjendja është te jetë e tendosur, katastrofike, priten sulme iraniane apo kundërsulme iraniane mbi Izraelin dhe mbi bazat ushtarake amerikane ku i ka të vendosura në lindjen e mesme. Unë përsa jam duke pa situatën dhe bazuar në atë që e tha Trump para 3-4 ore, Amerika nuk do të kyqet në mënyrë të drejt për drejt në luftë me Iranin. Mbase, Trump e telefonon Netanyahun duke i thënë se ne do të mbështesim nga jashtë, por ushtria amerikane dhe aeroplanet amerikan nuk do të ndërmarrin aksione bombarduse mbi Iranin. Shumë interesant, një senator amerikan nga demokratët, del me një deklarat, pasi fillova unë këtë video, po e dëgjoj, del me një deklarat që askush nuk e priste. Po thot se Izraeli jo vetëm që është duke vrarë fëmijë dhe civil në lindjen e mesme, por është duke e rrezikuar sigurinë e tërlindjes e mesme, është duke vënë në rrezik interesat amerikane dhe bota është
në rrezik potencial nga veprimet e deritanishme të Izraelit në Gaza, në Liban, në Siri dhe tani më në Iran. Të vije një zë i tillë nga një senator demokrat qoftë Amerikan është e çuditshme dhe mendoj se përsa i kam përcjell ngjarjet dhe lajmet atje, kjo është hera e parë që një emër, një politikan amerikan i këtij niveli të deklaroj në mënyrë kaq të drejt për drejt kundër Izraelit. Dje e pata njët me ju thonë në videon e djeshme, të mëngjesit të djeshëm, se Trump dje pati kërsnuar të gjitha vendet e botës antare të OKB-s, se nëse e aprovojnë rezolutën për krijimin e shtetit të Izraelit dhe kundër veprimeve të Izraelit në Gaza, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato shtetet e cilat do të votojnë pro, do të vënë embargo ekonomike kundër të gjitha këtyre, mbase si nga Pentagoni, si nga Ministria e Jashtme, dalin lajme, bëhet me dije se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i dërgojnë letër disave po, e disave do t'ju i kanë dërgu disave dhe disave do t'ju dërgojnë në ditët në vazhdim për embargot që do t'i ndërmer SBA kundër këtyre vendeve të cilat po votojnë pro kësaj rezolute. Rezoluta kaloi, nuk arrita t'i përcjeli sa pro, sa kundër, por ishte një goditje serioze e politikës amerikane në raport me lindjen e mesme e sidomos me Palestinën. Gjendje katrahore, gjendje e pabesueshme, vendet arabe janë vënë në gjendje gatishmërie, siç është vënë në gjendje gatishmërie edhe e gjithë ushtria iraniane në Irak gjithashtu, në Arabinë Saudite dhe në Emiratet e Bashkuarat Arabe. Jordania deri më tani nuk ka ndonjë zë që del nga ndej, sepse tek e fundit nga dje 10.000 ushtarë të Izraelit janë dislokuar në kufirin izraelito-jordanes. Thuhet se kjo ka qenë edhe me marrëveshje, nëse jo me kërkesë të Jordanis, nga frika e kyçjes së popullatës jordaneze. Palestines ka një numër i madh aty dhe nga çfarë do e papritur tjetër që do ta foste edhe Jordanien në këtë luftë. Pra një farë mboroje për Jordanien, mboroj kjo e formësuar dhe e krijuar nga ushtria izraelite, 10.000 ushtar aty. Një gjë tjetër që vlen të përmendet këtu është edhe qëndrimi destruktiv i Egjiptit në raport me kolonat e mira, e dhjetra mira njerëzve të cilët janë duke shkuar në Egjipt nëpërmes anijeve nëpër Mediteran, por edhe nëpërmes fluturimeve me aeroplan për të drejtuar në kolonën e tyre drejt Gazës dhe për të futur qoftë edhe me dhunë të quaj kushtimisht dhunë paqësore në teritorin e Izraelit, e sidomos në Gaza, në mënyrë që eventualisht të ndalet gjenocidi që është duke u bërë mbi popullatën e pafajshme të Gazës. Unë ka njëherë po mendoj që të bëj një video dhe ti përme që i kam shënimet e intervistave dhe videove të cilat i kam bërë deri më tani, të bëj një video ku ti ceke aty me numra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tutje, e të gjitha atyre fjalive apo para lajmërimeve apo të analizave të cilat i kam bërë nga dita e fillimit të luftës izraelite mbi Gazën. Për të parë, jo, nëse nuk keq kuptohem se çdo gjë
ama bashkë çdo gjë, pa përjashtuar asnjë teori dhe asnjë fjali, ato që e kam lexuar paraprakisht dhe thënë në ato intervista dhe në ato analizat e mia është duke ndodhur tani. Dhe më kryesorja ka qenë dhe vazhdoj të them janë dy. Një, lufta e Izraelit në Gaza nuk niset për shkak të sulmeve të 7 tetorit 2023, a ishte vetëm një shkak i nisjes së saj, por jo arsyeja kryesore, dhe e dyta kam thënë se nuk ka fuqi në botë, fuqi ushtarake në botë, duke llogaritur edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se mund ta azgjësojnë tërësisht Hamasin. Për shkak se Hamasi në fakt nuk është vetëm një lëvizje politike me krahun e saj, Aizuddin el-Qassam, krahun e saj ushtarak, por është një rezistencë, është një vetëdije rezistente palestineze, e cila nga viti 1948 merr emërtime të ndryshme, metoda veprimi të ndryshme, por rezistenca vazhdon deri në ditët e sotshme dhe deri në krijimin e shtetit palestinez, për të cilin janë pjesa më e madhe e shteteve të botës. Njëjtë këtë fjali në këtë format e kam përdorur edhe për emrin e Donald Trump. Kur kam thënë se Donald Trump, për te i të qenurit një emër dhe mbiemër, po? Donald Trump, për te i të qenurit një emër dhe mbiemër i një presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump është frym, është vetëdije, është rezultat i politikave ndërkombëtare të akomoduara në botë që nga pas lufta e dytë pas lufta e dytë botërore. Pra ardhja e Trump si fizikum, për te i të qenurit emër dhe mbiemër, është mendësi që nuk ka pas qare pa ardhë një njeri i tillë, qoftë edhe me një emër tjetër, sepse ka ardhë koha e ndryshimit të rendit global dhe vendosjes së rendit të ri, për të cilën, sipas analizave të mia, mu më del se nuk do të jetë më as unipolar, as bipolar, po do të jetë ultrapolar, e që unë mendoj se 4 perandori apo 4 shtete në të ardhmen do të sundojnë botën. SBA, Kina, Rusia dhe Turqia, pas së cilës do të ngjiten vendet islame, e Turqia pastaj me SBA-n do t'i ndajnë 50-50 interesat e tyre në lidhur me vendet islame. Shtetet e tanishme nuk do të ekzistojnë më në këtë formatin e Westfalis që ekzistojnë tani. Kufit e tyre mund të mbeten kufi, sikur Bashkimi Evropian. Dihen edhe sot kufit e Gjermanisë, të Francës dhe të vendeve të tjera antare të PS, por ata kufi nuk janë funksional. Mbeten vetëm për kufizime për të shpjeguar në shkolla në për hartat gjeografike. Lajmërohet nga Teherani se janë vrar, është vrar komandanti suprem i Gardës Revolucionare Iraniane, është vrar një minister iranian dhe me 10 ushtarak me grada të larta të Gardës Revolucionare dhe të ushtrisë iraniane. Aeroplanet tani e kanë nisë para 2-3 minutave, e kanë nisë rundin e dytë të sulmeve mbi caqe të ndjeshme, bërthamore dhe ushtarake, mbase edhe civile brenda Iranit. Edhe njëre po e përsëriti, gjëja më e çuditshme deri më tani është fakti se përderisa ushtria
izraelite në përmes aeroplanve dhe raketave është duke sulmuar nga qielli Mosadi, i cili pas kështë deportuar në zemër të Iranit, është duke likuiduar emrat të njohur në shkencën e fizikës, të cilët janë marrë me pasurimin e uraniumit dhe për krijimin apo në prodhimin e armëve bërthamore. Duke mos dasht me zgjat shumë këtë video, e pa tani jetë në fakt që ta shpjegoj se çfarë don të thot me terme shkencore profesionale, çfarë don të thot pasurimi i uraniumit, por këtë do ta bëj në videon e radhës. Deri në lajme të reja, unë do t'i përcjellë, mirëmbëjtje dhe ditën e mirë.